Kjo është pamja e parë që të ofrohet sa po hyn në fshatin Grud të njësisë administrative Rrethina. Depozita uji me 10 litra të vendosur në çdo terrac dhe një sër tubash që përshkojnë muret e pallateve nga lart poshtë. Për banorët e kësaj zone, kjo është e vetmja mënyrë për të siguruar ujin e pijshëm. Dhe me këpër rregullojmë, kanë ardhur 1-2 herën, e kena pru thot denja që këtu s'ka ardha se pik, në vesh me pusa jena. Vetëm me pusa. Dikush nuk ka hiç, shkojnë e mushin komunën. Është tirë si nuk është mërë, pa ujta jeta. Tisa qoshe në në me la durt, në me la faqe, në me la i felgjën, në me bandi qas, pa uj është, a i normal? Që kënë me bata, shpa e cim ishto. Një atër që deshë në marrë vodat e here, pronja i javë dhe dit, atër tjetër jo. Ujnë se kena qyshën 2013. I kena pagu tana me kontrata, me tana uji vjen, lodi par, lodi dyt, lodi 12, rana, në Gruda është këtu. Te vinoteka ka uji, pëlsasin tubat. Në tana zonat informale, nuk, do më thanë, nuk ka pik, vene që nuk ka shku këtu, nuk vjen. Gruda është i kjo. Si e siguroni sot ujin? Na ujin me blem, që këna me po. Lana me ujë ku të gjejmë. Për t'i bërë ballë kësaj situate emergjente që zgjat prej dekadash, familjet janë detyruar të investojnë vetë në depozita e pompa uji, duke krijuar një rrjet kaotik që dëmton edhe strukturën e pallateve, por pa pasur asnjë alternativë tjetër. Përderisa çështja e furnizimit mbetet pezull, banorët e Grudës vazhdojnë të varin shpresat e depozitet e tyre në terracat e pallateve.